Më falë, Alinda pa ashtë produsjesha e pikë në qitës. që më stani qëto posilo. Roland dhe Lirikzona, pse mendoni që qiftet e reja sot ndohen më shpesh? Po që kjo është arsyeja që po i del fytyra e vërtet mas një kohë. Edhe realiteti nuk po mundet me pranu. Nuk është që shukur ma herët që e përmende gjeneratat, kanë qenë me një regjim tjetër komplet, edhe u kona jo ku që burri o burë dhe s'ka jashtë aty në mura për zburrit. Po tash është një kohë që jemi Instagram edhe një jetë përditshme. Jemi filter edhe një jetë përditshme. Krijohen xhelozia për një like, a e të kuptu. Dhe që tu vjen, dhe në qëtë pik vjen gjenerata e rej. Për një follow. Për një follow krijohet xhelozi. Krijohet mosmarrveshje mes çifteve. Ti ma herët s'ke pas shans, mune për dosene për kroj ku në vjetër shumë. Ma herët ku me di sa telashe me pas me gru, kur u qurë mëngjes ta ka qitë kafën. Tash një telashe të vogël me pas me gru 5 dit nuk fol me ty. Që aty jetoni me një shtëpi, fleni bashkë, nuk flet me ty. Ma mirë danu se me najt, 5 dit fa fol. Sinqerisht, ma mirë mu da se me lejon e partnerin tem, mës me më fol 5 dit shka, ku dush? Qiftet janë... Shkaj ku du? Partnerët janë sot në ngarë me njëni tjetrin, patkeqësisht. Jemi me një kohë që po bëjnë ngara me njëni tjetrin. Kush po bëhet bosi i shtëpisë. Tash po martohen për me armiq njëni tjetrin. Edhe jo që e dojnë, po xhelozia si për me pa poshtë partnerin. Që unë kom ja bo qështu, për i natë. Po neve përna nuk po vlerësohet respekti fatkeqësisht. Gjeneratat e vjetra që përmendë edhe të 30 vjetë martes që kanë pas një të mirë që ata nuk kanë shiku pjesë të tjera, do me thonë pas me rritë fëmijë edhe me arrit.